Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, çojmë salavat dhe selam me pejgamberët e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po rikthehme edhe këtë herë pra me dersin e javës, inshallah me lejen e Allahut po fillojmë, po rifillojmë. Vërtet jetojmë në një kohë që rrethonat po bojnë që jeta me qenë shumë dinamik. Pavarësisht a punove, a spunove, a ki ndonjë obligim shtesë apo çfarë profesioni ki, a je student apo je më i lirë, jeta është dinamike. Shumë lehtësime i kemi në jetë, elhamdulillah, udhëtimi, shumë gjëra të ndryshme, megjithatë, çysh po e shohim, ka shumë stres edhe ka shumë zhvillime brenda ditës që vërtet secili prej neve është në një rrethon apo në një situatë të njëjtë që i thot vetit vallahi s'po mrri shumë sene, po shkon shumë shpejt. Edhe po e vrim vetë. Kjo është fillimisht edhe paralajmërimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që koha do ta humbë vlerë dhe do të ecë shpejt. Prej një nga shenjat e kiametit është kjo. Prandaj në këtë situatë, në këtë rrethon është e rëndësishme dhe është mëse e domosdoshme për një djalë ose një burr që don me kon musliman që duhet edhe me kon rrugës Zotit që me u mundu sadopak në formë edhe duke i bë vetit, po them kushtimisht, duke i larguar ndoshta do prioritete tjera, po duke ja vendos vetes që patjetër duhet me pas një kohë të caktuar për të cilën unë do ta shpenzoj apo do ta kaloj duke mësuar diçka prej fesë Allahut të Madhreshëm. Ja bë vetit obligim këtë. Brenda javës, jo një ditë ose një kohë caktuar, vetëm një kohë, për arsye se për këtë e kemi edhe ditën e xumas, që sado kudo është një lloj frekuentimi edhe njëri mundet me mësu diçka, po është shumë e zbet, nëse njëri fokusohet vetëm me xumë. Po gjatë krejt kësaj kohe, posaçërisht në dispozicion të cilën i kemi këto internetin, e YouTube-n, e derset të ndryshme të cilat bëhen nëpër internet, me i bë vetit një kohë caktuar që me përcjell diçka, jo me përcjell ato çka e bëjmë ndoshta gjatë ditës, me sill Facebookun ose Instagramin ose mos flas TikTokun që ngon diçka, po ajo s'ka bereqet. Ato po e shohim fare, ato mos e numëros si jetë të përfitu diçka. Po e rëndësishme është të mu ul edhe me i caktu vetit një kohë dersit në cilën ti përfiton edhe mëson diçka. Pavarësisht çfarë fushë që ti dëshiron me e zgjeru njohuritë tua. E krahas kësaj edhe prezantimin në derse. Unë s'po them vetëm në dersin tim, po elhamdulillah ka derse edhe nëpër qytet, edhe nëpër xhabia të ndryshme, në çdo rajon, në çdo vend, me falënderimin e Allahut, po njeri me obligu veten që s'paku një javë një ders ose dy me prezantu, për arsye se edhe ky prezantim ka bereqetin e vet. Neve kemi përmend disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon çka është bereqeti ndaj këtyre mezhliseve të dhikrit. Jo vetëm përfitimi konkret i njohurive që i bën njëri që mëson, po është e mjaftueshme vetëm ato bereqete që Allahu i Madhreshëm i përmend, edhe ndoshta kum përmend edhe më herët ku meditu rreth kësaj, shpesh nuk ka asnjë vepër, ndoshta s'kum bën në një holimtim që ndoshta edhe nuk e kam që e kum analizu shumë, po në vetvete e kum menu që ndoshta edhe dërse e kum bën, ndoshta me ndonjë hoxh që me sqaru këtë mesele, që ka thënë Allahu i Madhër, pejgamberi sa thon hadith innamal a'malu binniyat, do thotë vepra shpërblen sipas niyetit. Edhe esenciale është niyeti. Mirë po e shohim bashkë për mezhliset e dhikrit, i kanë thonë pejgamberi me laçet i thonë Allahu i Madhreshëm pedini atë hadithin
që thot i franqiu fa innakum fa innahu yughfaru lakum, domthon çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërndahuni se juve ju falen gjinohet. Si rezultati i asaj kanë thon disa prej melazheve ka thon, po filani që është prezent o Allah, nuk ka ardhur me njet prezantimit. Ka thon edhe ai është i falur me ta. Që domthon është për mua i vetmja rrethon që Allah e peshpërlen edhe pse njetin se ka që duhet, apo? Domthon ka ardhur ndoshta ka qellu ose ka ardhur me një se ka atë njet. Ndoshta ka ndonjë interes tjetër ka qellu, Allah i madhreshëm si rahmet i çati mezhlisi po e fal. Po e vrem se sa e rëndësishme është kjo prezantimi nderse, pra në nderse kom fjalën në ndaja të dhikrit, ku përkujtohet Allah i madhreshëm se sa e vlefshme dhe sa e rëndësishme është kjo. Prandaj vetëm kjo me kanë njëri me meditu rreth këtij hadithi dhe me pa e sheh vlerën dhe rëndësinë e kësaj. Mu më kujtohet kur jam kon student, rrishëm në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në itikaf, 2-3 studentë domthon shok të Kosovës, edhe u njoftum, ishin me neve, edhe 2 arab ishin, aty, do thot Gjidës ishin, kishin ardhur ata, po nuk u njehshim me ta, po ishim afër. Dhe e shishëm ata çdo ditë mas ikindis, njoni pak si hoxh i maj ke ders ti tjetrit. Ky është domthon nuk ish hoxh, ky është do thot tregtar. Edhe me kalimin e kohës, dita e parë, dita e dytë, tani u njoftum edhe na prezantojshëm, çatu shpjegoj kaj. E tash ai tregtari theke, vallahi theke kur gjus jam të marr vesh. Çka po fol kë? Po vesh rahmeti edhe kërkimi bereqeti që ti me xhlizit dhe po rrize kur gjus me marr vesh to. Ai ke shak, ai jo që bëj ai gore, po ishi sinqert, a kur gjus me marr vesh. Nuk po kuptoj çka ka thot, po vesh rahmeti edhe po shpresoj te Zoti me mrit bereqetin e ndajave të fikët edhe për çata ke po rri edhe pengoj, se kur gjus me marr vesh. E na bëjshëm edhe hajgare. Po kjo nxit ke subhanallahu mështike me mendu, apo është njeti i tij është që me fitu rahmetin dhe mëshirën e Allahut madhreshëm që më fal. Kështu që vetëm kjo është e mjaftueshme. E krahas kësaj ata që e përmendëm dhe që është e rëndësishme gjithashtu, edhe shkaku pse e përmenda, vërtet jetojmë në një kohë krahas këtij në domosdoshmë dinamikës shpejt jetës që e kemi, edhe krahas shumë sulme që po bëhen nga çarqe të ndryshme karshi islamit edhe muslimanëve në përgjithësi, kemi nevojë për një imunitet me njohuri që e imunizojmë veten nga këto dyshime edhe nga këto që na përhapen karshi kundër islamit në përgjithësi. E kjo mundet mu përfitu vetëm nëse marrim diturit mirëfillt burimore nga fjala e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është e nevojshme me prezentun këto derse edhe me qëndrun këto derse edhe me ul këtu një herë kanë thonë ulemaj me ul në dy gujt tek këto mezhliset e ilmit edhe me përfitu, për arsye se kjo e bën do thot imun njerin nga çdo mundësi e devijimit edhe dyshimeve me të cilat mundet me u ballavaçu jetën e tij të përgjithshme. Na po e shohim fatkeqësisht sulmen në njërin anë nga armiqtë e islamit, sulmen nga anën tjetër nga ata muslimanë të ignorant që se njohin islamin, pastaj sulme edhe nga disa muslimanë fatkeqësisht që e kanë kuptuar islamin në formë devijume, kështu që vërtet kemi nevojë një imunizim të mirëfillt edhe me e kuptuar se islami është ashtu siç na ka mësuar neve në përgjithësi edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i thjeshtë, nuk është i komplikuar edhe nuk është krejt matematik 2+2 bëjnë 4 edhe pik, po çdo rrethon, çdo situatë e ka përgjigjen edhe punën që duhet me bë besimtari. Prandaj edhe një nga dobit e mësimit historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe kjo, se vërtet i shohim të gjitha ato ballavaçimet edhe situatat edhe rrethonat në të cilat ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si është sill. Nuk ka mundësi në jetën tashpile ku jena fut në periudhën e vahjit, për arsye se deri tash kemi fol periudhën para shpalljes, edhe pse si periudhë shumë e gjatë 40 vite, megjithatë na kanë metë 23 vite
si informata, si ngjarje, si zhvillime për islamin edhe musliman që ka janë bë, janë shumë ma shumë edhe shumë ma shumë të nevojshme ato që do t'i shpjegojmë edhe do t'i trajtojmë tutje, prandaj është e rëndësishme me prezantu në këso derse për arsye se nuk ka mundësi në këto 23 vite jetë që i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që po them një periudhë apo disa situata rrethana apo shumë situata dhe rrethana me të cilat është ballafaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e që nuk përputhen me jetën dhe zhvillimin e jetës tonë, do thotë edhe të rrethanave tona në përgjithësi. Edhe këtë do ta shohim neve konkretisht. Qysh o sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në Mekë, qysh o sill me armiqt që kanë dashur me vra, qysh o sill me armiqt po menoj me jo besimtar me të cilët ka pas raporte të mira, qysh o sill me armiqt me të cilët ka pas marrëveshje, qysh o sill me armiqt me të cilët qysh thash edhe pak më herët ka qenë luftë, pastaj qysh o sill pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij, e kështu me radhë, pra të gjitha janë shembull edhe shëmbëltyr për neve për me e kuptu qysh me e zhvillu jetën tonë në konform me asaj që na ka mësu apo na urdhëron Allahu i Madhërisht, na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ndoshta edhe nganjëherë na ndodh, po them edhe mu nganjëherë ndodh ndoshta në një situatë rrethon e caktuar del një punë sene, po mundoni me kon i përkushtuar në ato orare të cilat i keni caktuar, qoftë ky derse apo derse tjera, mi ju përmbajt edhe me kon i përkushtuar të. Nëse ti tregon përkushtim edhe përmbajtje, atëherë Allah xhala ala çon edhe bereqetin e atyre mezhliseve të dhikrit, po në anën tjetër edhe çon Allahu na i qel mendjet, edhe na i qel zemrat tona që vërtet me dëpërtu në zemrat tona, në imanin ton, në njohuritë tona, ajo deturi e mirëfillt edhe me kon të mbrojtur nga çdo lloj rreziku i sulme apo edhe i dyshimeve me të cilat po ballafaqohemi fatkeqësisht çdo ditë e tutje në jetën tonë të përditshme. Pra, po ta qef këtë këshill, po them edhe një herë m'ja bë vetes, pastaj edhe juve në përgjithësi, inshallah po vazhdojmë me dersin e radhës, ashtu siç kemi fillu apo kemi qenë edhe më herët, pra jemi në fazën e dytë aty ku ka fillu shpallja e tutje, e rëndësishme është vazhdimësia, e tash e ka dhe bereqetin e vet, për arsye se çu ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairul a'mali indallah, që veprat më të mira, më të çmuara te Allahu i Madhërisht janë ato të vazhdueshmet edhe nëse janë pak. Pra Allahu i Madhërisht e don një vepër që ti i rrin gati. Pra je përkushtuar, i rrin gati, nuk e lën edhe nëse nuk ka shumë, po i rrin gati, je i kujdesshëm edhe ki vazhdimsi që aty ka bereqet. Se sa që shtojnë me gjuhën e popullit turratura, një herë hajde shumë tani dikur kur kështu do thotë kjo formë e qasjes në islam, nuk ka bereqet. Edhe Allah i Madhërisht nuk i don këta njerëz që i futen kësaj do thotë me hova ose me turra, po domthon ka dale edhe nëse shton do thotë me një kujdes edhe me një vazhdimsi, duke mos bërë ndërprerje me lejen e Allahut Madhërisht. Po vazhdojmë pra. Me sa më kujtohet, herën e kaluam kemi shpjegu llojet e shpalljeve, apo çka shpallja në përgjithësi, për arsye se jemi në fazën kur ka filluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vijë shpallja, edhe sa për kujtim kemi shpjeguar se shpallja që është dërgu, apo që shpallja faktikisht është ajo që ka shumë shpjegime ose me thon kushtimisht për kufizime, definicione, po ma e thjeshta është ajo kur themi në arabisht i thojnë al-wahi, që nëse e përkthejmë shqip, na po e përkthejmë shpallje, diçka që i shpallet dikujt, dhe është për qëllim ajo që ka e zbret Allah i Madhërisht kujt pejgamberëve të tij nga njohuritë të cilat nuk kanë mundësi me i ditë njerëzit, qofshin ato njohuri nga gajbi, nga fshehësia Allahut Madhërisht, qofshin ato njohuri ligje edhe rregulla dhe dispozita me të cilat urdhërohen
pjesëtarët apo pasuesit e pejgamberëve në përgjithësi. Pra kjo është ajo shpallja në përgjithësi, edhe kemi thonë që praktikisht kjo është e mundshme, për arsye se nëse futemi nga aspekti i debatimit që kanë qef posaçërisht ata njerëz që janë pak më apo nisën nga perceptimi materialist i gjërave, thonë se është diçka jashtë qasjes ose jashtë aftësisë mendore me e perceptu shpalljen, prandaj edhe automatikisht e refuzojnë që kjo mundet me ndodh. Fatkeqësisht ka edhe prej filozofëve të cilët kanë deviju në këtë kontekst edhe kanë mohu mundësinë që Allah xhalla ualla të komunikoj apo ekzistimi, jo mundësin, po realizimin e asaj që Allah xhalla ualla të komunikoj me njerëzit. Mirë, po ne vedim që kjo është faktike, për arsye se njeriu pavarësisht çfarë niveli të diturisë apo të njohurisë që mundet me arrit, prap është i kufizuar me mendjen e tij, me logjikën e tij, kështu që nuk ka mundësi veçantë me anën e mendjes së tij me e gjetë të vërtetën e qartë. Mundet nga njëherë me dallu çka është e saktë dhe çka është e pasaktë, po jo gjithherë. Për arsye se kemi thënë edhe më herët kur kemi folur atje tek akide, kur kemi shpjeguar, kemi thënë që mendja logjika e njerit është e kufizuar, prandaj edhe ndikohet nga rrethanat e kohës, ndikohet nga rrethanat e shoqërisë ku është zhvilluar, ku ka jetuar, prandaj edhe perceptimin e gjërave se është e drejtë apo është e padrejtë e bën bazë të ndikimit që e merr nga jashtë. Apo edhe kemi marrë atë shembullin e një njeriu i cili një fëmijë, nëse rritet në një mjedis që është i përhapur alkooli, ai s'ka mundësi me e perceptu në formë të prerë se nuk bën me pi alkoolin. Ka mundësi, për shembull, disa nga përvoja, ndoshta në familje nëse ka pas njëri alkoolik, edhe ka qenë shumë i vrazhd, edhe ka bërë shumë, edhe kjo bëhet sebeb që ai me refuzu alkoolin, që ka prej jo besimtarëve, që besojnë ose nuk e dojnë alkoolin nga përvoja e tyre jetësore. Apo, mirë po, realisht nuk është që mund me dallu, për arsye se nëse jeton në një rreth ku përhapet ose është i konsumohet, e konsiderojnë si diçka e drejtë ose diçka që mundet me ndodh. Në anën tjetër, nëse një fëmijë rritet në një shoqëri ku spihet alkooli edhe është i refuzuar, ai edukohet që kjo s'bën. Pra ndikohet nga rrethi dhe nga situata në cilën jeton. Prandaj edhe është e nevojshme që për njeriu me ekzistuar shpallja, komunikimi i cili e pren në formë do thotë qartë, e sqaron se çka është e saktë dhe çka është e pasaktë. Jo do thotë nga logjika, domthonë burimin me qenë vetëm nga logjika shëndosh apo nga mendja me i dallu këto gjëra. Prandaj kjo është e nevojshme. Neve shohim për shembull para 100 vjetë, me thonë kushtimisht në Amerikë apo kudo qoftë, kanë shumë normale me pas dallim mes zezakëve dhe të bardhëve. Edhe kanë konsideruar këto si shumë normale, për arsye se ata janë diçka tjetër, na jemi diçka tjetër. Apo deri në vitet 60 në Amerikë kjo ka qenë diçka e normale. Mirë, po me kalimin e kohës ka ndryshuar kjo. Pse? Shoqënia ka ndryshuar. Pra, perceptimi i gjanave se bën apo s'bën, nëse bën nga logjika dhe mendja shëndosh, atëherë ajo mundet me evolu, mundet me ndryshu. Në një rrethon diçka me konsideru se bën, pastaj pas një kohë ajo me konsideru se nuk bën. Prandaj kjo ka ardhur Islami për me edakët në formë të prerë, edhe Allah i madhreshëm për çata edhe nuk i ka lënë njerëzit të në kuptimin që ata të zgjedhin, po ja u ka pru pejgamberët të cilët ja u kanë sqaruar atë çka është e saktë edhe atë çka është pasakt për me i pasu ato. Prandaj kjo është do thot ajo çka duhet me pas parasysh. Pastaj kemi shpjeguar, pra këtu jemi zgjeruar pak më gjatë, po unë pak po i bëj disa shpjegime që janë të rëndësishme dhe kjo është do thot e nevojshme për arsye se sot kur flasim për mendjen ose për liberalizmin që është do thot një frym shumë e përhapur në botkuptimet e ndryshme edhe te na në përgjithësi, që faktikisht gjanat do të milon njerëzit lirë
edhe me mendu që ka dënë edhe me ba që ka dënë, do thotë përderisa e ka mendimin e lirë edhe zgjedhjen do të me pas lirë. Është e vërtetë që njeriu e ka mendimin e lirë, e ka zgjedhjen e lirë, po patjetër duhet me pas parasysh që ky mendim edhe kjo zgjedhje duhet pasohet me përgjegjësi. Apo jo që njëri do thotë me thonë për arsye se kjo faktikisht nuk është realiste. Ti tash mundesh me thonë valla unë a e kam kerrin unë edhe është rruga qel unë po du migron 150 200 orë. Pse jeta është e jamja, kerri është i jam, udha është e qelën edhe pigraj, po jo ai ta ka kufizu, s'guxon migra më shumë se 80 apo 90 apo 100, edhe kjo është kufizim. Pse? Po të kufizon ty, domethënë nuk është diçka krejt çka dush ti me bë vet. Po domethënë çdo sen e ka kufirin e vet, prandaj është e rëndësishme këto gjëra të sqarohen edhe të qartësohen, për shkak se janë disa njerëz që flasin ndoshta nëpër media, nëpër rrethana ndryshme që thirrin në liberalizëm kuptimin absolut që njëri s'bën me pas kufizime edhe konsiderojnë që këto, po kjo është diçka do thotë nuk është realiste, për arsye se ata në vetveten e tyre nuk e realizojnë. Nuk është domosdoshmë diçka që mundet mu bë ashtu siç pretendojnë atë. Prandaj ka herë na po zgjerohem disa pika për me i qartësu edhe me i largu nga mendjet tona apo nga perceptimet tona disa gjana të dyshimta të cilat ka mundësi me nai bardh apo me i dëgju këtu ose aty në çarçe të ndryshme, edhe kjo është e rëndësishme. Posaçërisht në çështjen e mendjes apo mendimit të lirë ose veprimit të lirë dhe raportin mes kësaj duhet me e pas qartë besimtarit që vërtet Allahu i Madhreshëm i ka lënë njerëzit të lirë. Nuk është që i ka detyru, mirë po gjithmonë duke i parapri asaj edhe përgjegjësinë. Domthonë ti je përgjegjës për veprimet tua, kështu që duhet me pas kujdes edhe çka po zgjedh. Varësisht prej asaj zgjedhje edhe pason edhe respektivisht shpërblimi ose edhe dënimi. Ti s'mundesh me thonë, valla unë i ki 2 rrugë para vetes, edhe unë jam i lirë cëllën du me zgjidh, po njëna të qënë për Prishtinë, me thonë kushtimisht, njëna të qënë për Mitrovicë, edhe me thonë pe marrë që ta dhe shkoj në Prishtinë. Po ti ke zgjedh rrugën për Mitrovicë, mundesh me shku në Prishtinë. Domthonë këtu ku janë 2 rrugë, apo kupton? Prandaj gjanat janë qarta edhe të qartësuame, varësisht ka zgjedh, edhe ky është destinimi yt. Kështu edhe Allah xhalla ala thot në Kur'an: "Wa hadaynahu najdain", njerëzit ja kemi dhuruar 2 rrugë. Ai cëllën do në zgjedh, është i lirë. Po varësisht prej çasaj zgjedhje edhe pason edhe përgjegjësia, respektivisht edhe është do thotë edhe dënimi apo edhe shpërblimi për atë që ka zgjedh. Pra kjo është diçka realiste edhe diçka që ka ndodhur, krahas kësaj neve e dim do thotë historikisht dokumentohet që sa e ka njoft do thotë historia njerëzore që Allah xhalla Allah ka dërguar pejgamber, s'po them nga aspektet e haditheve të pejgamberit sa them të cilat edhe do t'i shpjegojmë pak më vonë kur flasim për nebi dhe rasul inshallah, por edhe historia njerëzore dihet komunikimi që ka ekzistuar dhe pejgamberët gjithmonë janë dërguar që kanë qenë udhëzues edhe udhërrëfyes për njerëzit apo për njerëzimin në përgjithësi. Pastaj kemi shpjeguar gjithashtu edhe për llojet e shpalljeve apo mënyrat që i kanë dërguar që i kanë ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe para kemi thonë që i ka fol në formë direkte Allahu i Madhreshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka ndodhur kur? Kjo ka ndodhur do thotë në Isra edhe në Miraj, kur ka shku pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe në Miraj, aty ka komuniku min wara el hijab, do nuk e ka pa Allahun, por ka komuniku Zoti Madhreshëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në formë direkte. Forma e dytë është nëpërmjet Meleku Xhibril dhe kjo ka ardhur në disa mënyra. Mënyra e parë ka qenë kur i ka ardhur Meleku Xhibril në formën e tij që ka kriju Allah xhalla ala si melaçe, që kjo ka ndodhur 2 herë. Në fillim kur ka ardhur shpallja e parë, edhe për herë dytë kur ka dalë kur ka zbrit ja ejuhel mudaththir, kur ka dalë e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Xhibrilin në horizont që e kishte mbuluar me krahët e tij krejt horizontin. Pra është një nga krijesat më të mëdha që Allah xhalla ala e ka kriju Melekun Xhibril, dhe kjo është do të thotë forma e parë. Forma e dytë
që i ka ardhur Gjibrili në formë, dhe kjo ka qenë më e vështira, kur ka komuniku, i ka ardhur thot si një lloj shushurime, ka ardhur ajo përcjellja e vahjet si një lloj shushurime që në shpjegim të hadithit ka ardhur sikur zhurma e bletës, a din blet kur afrohesh tek ajo kosheria që bëhet zhurma, sikur ajo zhurmë i ka ardhur, ose në një shpjegim tjetër ka ardhur si në formë ziles. Domthonë një farë lloj zile, në atë formë i ka ardhur, pejgamberi sa ashtu e ka dëgjuar. Edhe kjo ka qenë më e vështira për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ka ardhur në shpjegime, kjo ka qenë më e vështira për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe tregohet që i kanë shku njerëz në kohë të ftohtë, edhe kur ka qenë përmbi ndonjë shtaz deve ose magar, do thot ajo është ul nga rëndësia pesha e asaj çka merrte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shpallja, ka qenë më e vështira edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pastaj kur kjo është largu, thot e kanë kuptuar fjalët e Allahut të Madhërisëm edhe i ka përcjell ajetet e Zotit të Madhërisëm. Kjo ishte forma e dytë nëpërmjet melekut Xhibril, forma e tretë kur i ka ardhur në formë të njerit. Dhe kjo ka qenë sikur që e kemi përmendur si ai Dihyatul Kalbi, ka qenë një sahabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i ka ardhur në formë të atij sahabie, që sahabët kur e kanë menduar që është sahabia Dihyatul Kalbi, nuk e kanë ditë që është Xhibrili. Edhe vet Aisha një ditë tregon, thot e kum pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me këtë sahabin, edhe thot masi që ka shku e veta që ka dashti Dihyatul Kalbi, atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kallëzuar që nuk ka qenë Dihyatul Kalbi, por ka qenë Gjibrili alayhis salam që më ka ardhur me shpallje. Dhe forma e katërt kur ka ardhur Gjibrili në një formë të njerit, po jo caktuar. Qysh është ai hadithi i shpalljes që ka ardhur me tesha të bardha, me flok të shprishur, zeza, domthonë ka ardhur si një njeri i panjohur. Nuk e kanë ditë njerëzit që është melaçe, por një njeri i panjohur. Dhe forma tjetër e katërt që ka ardhur ka qenë, do thot, melaçe që se ka pa kurkush, po në një formë ja ka pru vahjin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në zemër. Ashtu që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i, që në përkthim po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, thot vërtet meleku i shpalljes është për qëllim Gjibrili, më ka sjell një frymëzim, do të thonë një shpallje në zemrën time, edhe ka përmend një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që vërtet njeriu nuk vdes derisa të plotësohet ose të harxhohet rreziku i tij. Fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab, prandaj keni frikë Allahun edhe jeni të kujdesshëm në kërkimin e rrezikut. Pra ky hadith që ka ardhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë një shpallje që e ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëpërmjet melekut Gjibril. Kjo ka qenë në forma e dytë si pas melekut Gjibril, dhe forma e tretë që i ka ardhur ka qenë ilhami, që nëse e përkthejmë në shqip është një lloj frymëzimi. Pra nuk është që ka ardhur dikush apo diçka, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kuptuar realisht në formë të prerë se kjo është shpallje prej Allahut Madhërisëm dhe frymëzim prej Zotit Madhërisëm, edhe i ka ardhur thotë shpallja në atë formë. Dhe forma e katërt ka qenë me ëndra. Dhe ne e dimë që ëndrat e pejgamberëve kanë qenë të sakta dhe dallon prej ëndrave të njerëzve të mirë apo njerëzve në përgjithësi, për arsye se ëndrat e njerëzve të mirë janë dyshim, mund me qenë prej Zotit, mund me qenë edhe prej nefsit, ose mund me qenë prej shejtanit e kështu me radhë. Ka herë ta hjeshën shejtani, mund është me mendu që është ëndër e mirë, a faktikisht është, do thotë, mashtrim prej shejtanit. Tek pejgamberët nuk ka qenë e mundur kjo. Atë që kanë pa pejgamberët e kanë kuptuar në formë të qartë, në formë të prerë që është shpallje prej Zotit të Madhërisëm. Sikur që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibrahimi alayhis salam kur e ka pa therrjen e Ismailit, ose edhe ka hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa futjen në një rrethon që kanë me bë umrën edhe kanë me shku në Mekë, kanë me u fut muslimanët në Mekë,
duke për me bë umre, pra ju ka parapri ky paralajmërim me Allah të Madhërisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ëndër të qartë edhe me ëndër të saktë. Pra këto janë do thot format e shpalljev. Këtu vetëm një send do të më sqaru, po ndalemi që është e rëndësishme, ajo është se ju e dini, kemi përmend disa herë. Kemi përmend disa herë që njerëzit kanë shkruar për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe jo besimtarë. Edhe kanë tentuar me fut dyshime për këtë personalitet. E prej dyshimeve që kanë tentuar kur është bë llaf shpallja, ka qenë që ky lloji që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shpallja edhe që i ka lodhur më shumti. A pëdi që situatën që kemi përmend edhe që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që thotë kjo për mua ka qenë më e vështira. Kan thonë që kjo që ai ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë një lloj epilepsie për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Disa jo besimtarë që kanë shkruar për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtu janë munduar me nxjerr, me e sulmu ose me e nënvlerësu realisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shpallje. Kan thonë kjo ka qenë një lloj epilepsie për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk është që ai ka pa, po ka pas halucinacione, edhe ajo që ka ndodhur ka qenë kjo. Po realisht kjo nuk është e saktë për disa arsye. Unë po ndalna vetëm në 2 apo 3. E para, për arsye se njerëzit që kanë kësi probleme nuk janë njerëz shëndosh. Fillimisht nuk janë njerëz shëndosh. Na e dim domosdoshmë njerëz që në jetën tonë të përditshme që kanë kësi probleme gjithmonë janë nuk janë stabil. Domosdoshmë gjithmonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë më i fuqishëm prej të fuqishëm. Na e dim do thotë Rukane ka qenë një prej njerëzve më të fortë që i kanë njoftë veni i vet. Do thotë ka qenë do të mundës me thon kushtimisht që është përla me njerëz edhe i ka qitë në tokë të gjithë. Edhe një rast për rasteve Rukani ka thonë, oj dërgumi o ti Muhammed, se ka besu atëre, ka thonë une po të lypi 2 luftim me ty, në kuptimin dhe thotë mu përla me ty, thotë nëse më rëzën në tokë, une thotë ku mu bo musliman. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranon. Edhe hyn me të, edhe rëzën. Edhe ky ka qenë njëri më i fuqishëm që e kanë njoftë krejt. Po megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e rëzën. Pse e përmeni këto? Po e përmeni këto që me të vërtet po të kishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam probleme të këtilla, atëre nuk do të ishte me shëndesh me këtë shëndet të fortë që ka raste që sot e lexova një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që një njeri ka thonë me marr një guri me bardh të një varr për me e njoft atë varr, edhe ka shku ky sahabia, tash po ditë cili ka qenë sahabia me marrë atë guri, po s'ka mujt me qu, s'ka mujt me pru, edhe i ka thonë vallahi s'po mujt me pru, edhe ka shku pejgamberi sa me ka kap edhe ka pru. Edhe këto veprime të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk janë, domthonë kuptohet se vërtet ka pas një shëndet shumë të plotë. Edhe krahas saj ka qenë i fuqishëm. E njerëzit që kanë probleme të tilla nuk kanë mundësi me pas kësi shëndeti. Edhe sot, po edhe në kalumen, njerëzit që kanë pas kësi ose që kanë kësi probleme, ata janë njerëz do thotë që janë me aftësi të kufizuara, po. Edhe faktikisht trajtohen ashtu. Edhe marrin edhe ndihmë prej shtetit në përgjithësi, për arsye se nuk është gjendje stabile. Nuk mundem me ka njëri i tillë stabil. Krahas kësaj, masi, domthonë kjo ishte e para. E dyta, ju e dini mas kësaj situate kur kanë ata njerëzit epileptik që kanë këse, masi që shlirohen e kanë një situatë shumë të paqartë, hutije, edhe kanë nevojë një kohë ata me u kthjell. A keni parasysh që pejgamberi sa nuk e ka pas këtë nevojë. Me njëherë kur është përfunduar shpallja, e ka tregu ajetin edhe atë që i ka zbrit prej Allahut të Madhërisht. Pra nuk e ka ndi vetëm me Allah tash po pushoj e kur qohna ju kallzoj. Ose jo, domthonë me njëherë e ka shpjegu. Pra njerëzit këtill kanë gjendje të thotë depresioni mas kësaj, janë shumë keq. Dhe kështu e dini do thotë kush ka përvojë ose edhe nëse s'keni përvojë këtë e shohim. Prandaj këto do thotë akuza edhe tendenca për me e nënvlerësu realitetin e shpalljes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Unë po i përmeni këtu për me i pas parasysh që ju ndodh ndoshta në një situatë apo në një ndryshëm që njerëzit që tentojnë me e fut dyshime i akuzojnë pejgamberin sa në këtë formë. Po kjo nuk është realiste. Prandaj edhe ka edhe prej jo besimtarëve kur e shpjegojnë këtë e mohojnë këtë situatë.
Pra edhe pe orientalistëve thonë që kjo nuk është e mundur me ndodh, për arsye se vërtetojnë që pejgamberi sa ka gëzuar një shëndet të jashtëzakonshëm. Pra, ky është sa i përket kësaj. Na mbetet edhe një send me sqaru në këtë në çështjen e shpalljes në përgjithësi, ajo është se në Kur'anin famlar përmenden dy terme. Ato dy terme janë ar-rasul edhe an-nabi. Apo ar-rasul, nëse e përkthejmë gjuhësisht, është njëri që dërgohet. Domthonë dikush që dërgohet, që të kuptime ka. Edhe për ata ar-rasul do më i thuhet pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si njëri i dërguar. Kurse nabi e ka kuptimin prej naba'a, që nëse përkthejmë shqip është domosdoshmë dikush që sjell një lajm. Ai ki parasysh që nëse përkthejmë shqip domosdoshmë lajmtar. Domosdoshmë themi lajmtar domosdoshmë ka pru një lajm. Është fjala lajm prej Allahut Madhërisëm, domosdoshmë informacion, njohuri prej Zotit Madhërisëm. Qëtojnë do thot kuptimet gjuhësore të nebi edhe rasul. Qartë? Pra kuptimet janë të përafërta. Edhe qëllimi është i njëjtë. Për arsye se edhe i dërguami sjell lajm, edhe lajmtari është në një formë është i dërguar, për arsye se po vjen prej me lajmin prej Allahut Madhërisëm. Prandaj edhe disa prej ulemave kanë thënë që nuk ka dallim mes nebijit edhe rasulit. Domthonë të dyja e kanë të njëjtin kuptim. Domthonë edhe nebi edhe rasul është njëjtë. Mirë po nëse e shohim edhe fjalët e Allahut Madhërisëm, edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë e shohim që jo, ka dallim mes nebi edhe rasul. Pra njëna është pak më e madhe se tjetra. Me një fjalë, fjala rasul ose termi rasul është më kuptim plot edhe më e madhe se sa termi nebi. Që në anën tjetër po nënkuptojmë se jo të gjithë pejgamberët kanë qenë rasul. Ose me thonë ma qartë që çdo rasul mundet me qenë nebi, po jo çdo nebi me qenë rasul. Ndoshta pak e klavitne, po e qartë që domosdoshmë çdo nebi s'mundet me qenë rasul. A çdo rasul është nebi, që me një fjalë rasuli është pak më lart se nebi. Përse ata ka edhe në Kur'anin famlar, për shembull në surën Al-Hajj, kur Allahu i Madhërisëm flet për pejgamberët, i përmend në fund të ndarë edhe rasulët edhe al-anbiya, që domthonë ka dallim mes tyre. Po edhe në hadithin e njohur që e transmeton Hakimi, kur Ebu Dherr al-Ghifari e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, sa nebi kanë qenë, domthonë ka thonë 124.000. E sa rasul ka thonë 313. Nga ky hadith po kuptojmë qartë se ka dallim mes nebirë. Mirë, po problemi është se ky hadith ka në transmetime hasen, do thotë që arrin gradën e hasenit, po jo të vërtetshmërisë së plotë. Prandaj edhe ka prej dietarëve që kanë thënë që ky hadith nuk arrin shkallën e vërtetësisë që me e aprovu një thanje të tillë. Megjithatë, pastaj debati i ulemave në këtë pikë është shumë i gjerë. Ka prej tyre që kanë thonë që kanë thonë dallimin mes pejgamberit apo mes rasulit edhe nebijit qëndron në atë se rasuli vjen me legjislatur të veçantë, kurse nebiji nuk vjen me legjislatur të veçantë. E keni parasysh? Kurse disa tjerë kanë thonë jo, nuk është ky dallim, po rasuli kanë thonë i ka ardhur shpallje liber, kurse nebit nuk i ka ardhur shpallje liber. Pastaj kanë thonë që dallimi është se rasuli ka ardhur me mrekulli të ndryshme, kurse nebi s'ka pas mrekulli të ndryshme. Pastaj kanë thonë dallimi është se kanë thonë rasuli është ai pejgamber ose ai i dërguar i cili ka ardhur edhe është urdhëruar me forcë, me shtri ndikimin e tij. Do thotë edhe nëse është e nevojshme me përdorë edhe betejë edhe luftë, kurse pejgamber nebi kanë qenë, do thotë, nuk janë të urdhëruar me luftu nëse janë kanë, do thotë, nëse janë kundërshtu. Një prej mendimeve që është më i njohuri
tek ulemat edhe të parin që e përmenin kanë thonë që Rasuli ka qenë ai njeri që është obligu me përcjell shpalljen, kurse Nebi ka qenë ai i cili nuk është obligu me përcjell shpalljen. Do thotë faktikisht është ngarku vetëm me veten e tij. Mirë, po kjo është ajo më e përhapura në mesin e thënieve. Mirë, po kjo nuk është e qëndrueshme. Për arsye se ne dim që për me përhap të vërtetën është i obliguar edhe njeri i zakonshëm, edhe pasues të pejgamberëve. Në rand para edhe pejgamberët, nëse kanë mundësi, janë kanë urdhëruar me përhap të vërtetën edhe atë që e kanë ditë, pavarësisht jo vetëm veten e tij, për arsye se kjo është do thotë në një formë një lloj egoizmi që njeri më interesu vetëm për veten e tij. E tash mos më u fut në shumë detajizime, themi që e sakta është që Rasul është ai njeri apo ai pejgamber i cili është dërgu tek njerëzit edhe ka pas shpallje të veçantë, pavarësisht ajo shpallje veçantë a ka qenë plotësuese nga ajo që ka pas pejgambert me herët, apo diçka do thot krejt e ndame. E keni parasysh. Sikurse e veçantë mundën me qenë për shembull Musa a.s. që është dërguar te kush? Tek Benu Israil, ka qenë rasul, edhe i është dërguar kush? Kush i është dërguar? Do thot Tevrati, dhe e dim do thot ato rregulla, dispozita të cilat i janë dërguar, edhe ka qenë rasul. Ose rasti Isaut a.s. që ka qenë rasul, që është dërguar me një shpallje të veçantë, që ka qenë plotësuese asaj që i është dërguar Musa a.s. Domthonë ka anulu diçka edhe ka shtu diçka, apo ka anulu për shembull ditën e shtun, ka shtu do thot diçka çka nuk ka qenë obligative tek populli Musa a.s. Kështu që ky ka qenë rasul. Kurse Nebi ka qenë ai i cili ka vazhdu thirrjen e profetëve të mëhershëm, edhe nuk ka pas në një legjislatur të veçantë me cilën do thot ka me thon kushtimisht ka përligj ose ka pru ligje të reja të veçanta të cilat nuk kanë qenë të njohura më herët. Dhe kjo është më e sakta, edhe këtë përzgjedhje e bëjnë Sheikhul Islam Ibn Taymi edhe shumë prej ulemave kur detajzojnë këtë gjë, po vetëm dashta me e sqaru për arsye se është një debat që zhvillohet dhe e sakta është që ka dallim mes tyre, për arsye se edhe Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar e bën dallimin, dhe kjo është ajo e qarta dhe e sakta që Rasuli është ai i cili vjen ndoshta pason legjislaturën e mëhershme, mirë po mundet me shtu diçka nga ajo që nuk ka qenë më herët e shtume. Pra kjo është do thotë edhe dallimi i parë, dallimi më i saktë. Edhe një pikë të fundit që me kalu tek format e davetit që i ka zhvillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim të shpalljes, ajo është se kemi thonë që masi që është dërgu Iqra bismi, do thotë ajetet e para të surës Iqra, është ndërprej shpallja një kohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzitur fort, edhe këtë e kemi shpjeguar. Mirë, po pas kësaj, pas një kohe, disa kanë thonë 40 ditë, disa kanë thonë 4 muaj, disa kanë thonë 4 vjet, po e sakta është që mundet me qenë një kohë prej 40 ditëve ose diçka pak më shumë, po jo shumë gjatë, ashtu që kanë pretenduar disa që Allah i Madhërisht e zbret pastaj prej kësaj, masi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tenton shëtit nëpër garë Hira, do thotë në shpellën e Hiras edhe vende të ndryshme për me gjetë shpalljen e Allahut të Madhërisht. Pas kësaj kur vjen një ditë prej ditëve të Aisha dhe mbulohet, i zbret ajeti ja ejuhel muddathir, që nëse përkthejmë në shqip do o ti i mbuluar, qum fa anzir, ngrehu dhe tërhiqja vrejtje njerëzve, wa rabbaka fakabbir, dhe Zotin ton madhëraje, wa thiyabaka fatahhir, dhe rrobat tuaja pastroj, wa rrujza fahjur, dhe të keqen bojkotoje, largoju prej saj, dhe komentatorët e Kuranit kanë thënë se ar-rujz këtu do është për qëllim shirku edhe ato mbeturinat apo adhurimet të cilat i kanë bë idhujtarët e Mekës, dhe me këtë ajet fillon shpjegimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
edhe kupton atë emanetin e mirëfill që e ka me vete, edhe faktikisht pastaj fillon edhe me e përhap atë emanet me cilin është ngarku prej Allahut madhërisht. Para kësaj ende ishte të thotë në një situatë që pejgamberi sa nuk e dinte se çfarë po ndodh me të, po mas kësaj pastaj e kupton. Thuhet që me pas parasysh që ajetet e para që kanë zbrit edhe është surja Wad-Duha, surja e njohur, mirë po e sakta është që kjo është prej sureve të para që kanë zbrit, mirë po nuk është ajo surja e parë që ka zbrit mas surës Iqra, e sakta është që thotë eyyuhel mudaththir, por kjo surja Wad-Duha është që ka zbrit të thotë pak ma vonë, po konsiderohet prej sureve të para që ju kanë zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah javën e ardhshme fillojmë me rreth atyne fazave të davetit që ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mënyrave që e ka ndërtu apo e ka zhvillu davetin e tij. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.